Një sipërmarrës milioner zbulon rastësisht prindërit e tij të moshuar duke punuar në rrugë për të mos vdekur nga uria. Ajo që ndodhi kur ai u shfaq në derën e shtëpisë së tyre, pas 10 vitesh pa dhënë asnjë lajm, tronditi të gjithë. Bota e Marcelos u shemb në çastin kur pa fytyrën e babait të tij në një video. Nuk ishte një video e zakonshme, por një regjistrim i bërë fshehurazi, i dërguar në një grup WhatsApp të kishës së lagjes ku ai ishte rritur. Një burr me flokë të thinjura, tepër i dobët, mbante një tabaka me brigadeiro me duar që i dridheshin. Pranë tij, një grua me fustan të thjeshtë përpiqej të buzëqeshte për blerësit, por kushto mund ta shihte se mezi qëndronte në këmbë. E keni parë çiftin që shet ëmbëlsirat e dera e kishës, thoshte zëri pas kamerës. Të këputet zemra. Plaku pothuajse u rrëzua dje. Dhe gruaja e tij? Zoti im, po kollitet pa pushim. Marcelo shtrëngoi telefonin aq fort sa gishtat i u zbardhën. Në ekranin e celularit të sekretares së tij Helena ishin Joaquim dhe zonja Esperança, prindërit e tij, të njëjtët prindër që nuk i kishte parë prej 10 vitesh, ata që i kishte braktisur pas një sherri të tmerrshëm, duke u betuar se nuk do të kthehej kurrë. Tani ata ishin aty duke shitur brigadeiro në rrugë për të mbijetuar, ndërsa ai drejtonte një perandori milionëshe. Helena, bërtiti Marcelo, duke bërë që sekretarja të vraponte në zyrë. Nga erdhi kjo video? Helena e pa e hutuar. Marcelo ishte gjithmonë i përmbajtur, elegant, kur nuk ngrinte zërin. Tani ishte i zbeth, i mbuluar nga djersa e ftohtë, sikur të kishte parë një fantazmë. Zotëri, është një mesazh që po qarkullon. Një shoqe nga kisha ma dërgoi. Është për një çift të moshuar që kanë nevojë për ndihmë. Cila kish? Zëri i Marcelos doli si një pëshpëritje e dëshpëruar. Kisha e Shën Franceskut, në lagjen Villa Esperança. E njëjta lagje ku ai ishte rritur. E njëjta që kishte premtuar të mos e shkelte më kurrë. Marcelo mbylli syt dhe kujtimi e goditi si shupllak. 10 vjet më parë, në atë dhomë të vogël të shtëpisë së varfër, babai i tij kishte thënë: "Bir, mund ta pushtosh gjithë botën, por nëse harron nga vjen, do të jesh njeriu më i varfër që ekziston." Marcelo kishte reaguar me një mizori që ende i dhemte: "Nuk dua të jem si ju. Nuk dua këtë jetë mediokre. Më mirë të vdes se sa të jem një dështak si ti." Zoti Joaquim nuk ishte përgjigjur. Vetëm kishte ulur kokën, ndërsa zonja Esperança qante në heshtje. Tani, duke parë videon, Marcelo vuri re se babai i tij mbante të njëjtën këmishë me kuadrate të 10 viteve më parë, të njëjtën që ishte e konsumuar edhe atëherë. Helena, dua çdo informacion për këtë çift. Gjithçka që mund të zbulosh. Zotëri, a i njihni? Marcelo nuk arriti të përgjigjej. Si ti shpjegonte se ata të moshuar të përulur që shisnin ëmbëlsira ishin prindërit e njërit prej biznesmenëve më të njohur të vendit? 2 orë më vonë, Helena u kthye me një dosje plot me të dhëna. Çdo fjalë ishte si thik në zemrën e Marcelos. Ata vinin çdo mëngjes, shisnin brigadeiro, beino dhe kocada. Zoti Joaquim kishte probleme me zemrën, por refuzonte të ndalonte së punuari. Zonja Esperança kishte një koll të rëndë, por këmbëngulte të ndihmonte të shoqin. Dhe kur njerëzit pyesnin pse nuk merrnin ndihmë nga familja, ata përgjigjeshin se kishin një djalë që ishte bërë doktor, shumë i zënë, shumë i rëndësishëm për t'u shqetësuar për ta. Dhe e thoshin këtë me krenari, sikur të ishin të lumtur për suksesin e tij, edhe pse ai kishte braktisur. Një detaj e shkatërroi plotësisht Marcelon. Një javë më parë, babai i tij kishte rënë keq në rrugë, por kishte refuzuar të shkonte në spital sepse nuk kishte para për mjek. Dhe kur një grua i kishte ofruar para si ndihmë, ai kishte refuzuar, duke thënë se nuk ishte lypës, por punonte me dinitet për të mbajtur gruan e tij. Fjala dinitet i dogji në shpirt. Babai i tij, i sëmur, në ndjell e shiste brigadeiro për të ruajtur dinitetin, ndërsa ai shpenzonte në një darkë më shumë se sa ata shihnin në muaj. Një kujtim tjetër i doli përpara. 10 vjet më parë, nëna i kishte bërë brigadeiro për t'i marrë në universitet. Ai i kishte hedhur në tokë, duke thënë se kishte turp nga gjëra të tilla. Tani, të njëjtat ëmbëlsira ishin e vetmja mënyrë që prindërit e tij të mbijetonin. Atë natë, Marcelo mori një zarf në shtëpi. Ishte nga nëna e tij. Brenda kishte një fotografi të vjetër të ditës së diplomimit të tij, të zhubravitur nga koha. Pas saj ishte shkruar: "Biri im i dashur, babai yt është i sëmur. Nuk e dim adresën tënde, por nëse një ditë e merr këtë letër, dije se të duam dhe të kemi falur. Nuk kemi nevojë për asgjë."
Duam vetëm të dim nëse je mirë. Letra ishte e dërguar muaj më parë. Marcelo qau sikur më parë. Vendosi të shkonte t'i shihte, jo si milioneri që ishte bërë, por si djali që nuk duhej të ishte larguar kurrë. Dhe të nesërmen në mëngjes, kur pa nënën e tij të vetme, të brish, duke shitur Brigadeiro përpara kishës, kuptoi se dashuria e prindërve të tij kishte qenë gjithmonë më e madhe se çdo pasuri në bollë. Ata vazhduan të punonin, sepse sa herë që Zoti u jepte forcë në duar, do të vazhdonin të punonin. Burri nga shërbimet sociale u përpoq të argumentonte, por zonja Esperança nuk u tërhoq. Marcelo e pa nënën e tij të refuzonte ndihmën e shtetit me të njëjtën vendosmëri me të cilën kishte përballuar gjithmonë vështirësitë e jetës. Kur burri u largua, ajo ul sërish në stol. Marcelo vuri re se duart e saj po dridheshin, jo nga frika, por nga një emocion i thellë. Ajo kishte mbrojtur dinjitetin e familjes edhe në momentin më poshtërues. Në atë çast u afrua një grua më e re, rreth të 30-tave, me një fëmijë. Mirëmëngjes, zonja Esperança. Si jeni? Mirëmëngjes, bija ime, mirë jam, fal Zotit. E solla mbesën time që t'ju njoh. Ajo po bën një detyrë në shkollë për njerëz frymëzues të lagjes. Vajza, rreth 10 vjeçe, u afrua me ndrojtje. Zonja Esperança, tezja më tha që keni një djalë doktor. Është e vërtetë? Fytyra e saj u ndriçua për herë të parë atë mëngjes. Po, bija ime. Djali im është doktor, ka kompani, është shumë i rëndësishëm. Po a ju ndihmon ai? Pyetja e pafajshme e fëmijës krijoi një heshtje të rëndë. Zonja Esperança pa tabakan me Brigadeiro, pastaj duart e saj të kallosura dhe më pas vajzën. Të ndihmosh nuk është vetëm të japësh para. Djali im më ndihmoi të jem krenare për të. Më ndihmoi të di se rrita një njeri të suksesshëm. Kjo është ndihma më e madhe për një nën. Këto fjalë e coptuan Marcelon nga brenda. Nëna e tij kishte kthyer braktisjen e tij në arsye për krenari. Kishte transformuar dhimbjen që të kishte kuptim. Po a nuk mërziteni që nuk e shihni? Zonja Esperança ndaloi dhe një lot i rëshiti në faqe para se ta fshinte shpejt. Po, mërzitem, bija ime. Çdo nën mërzitet. Por dashuria e nënës është kështu, ne duam edhe nga larg, ne shpresojmë edhe pa parë, ne falim edhe kur dhem. Në atë moment telefoni i saj ra. Ajo u përgjigj me ngull. Alo, çfarë ndodhi? Si, u rrëzua? Po vi me njëherë. Mbylli telefonin dhe filloi të mbledh ëmbëlsirat me nxitim. Burri im u ndje keq. Duhet të kthehem në shtëpi. Marcelo pa nënën e tij të sëmur, me trup të lodhur, të ngarkonte e vetme tabakan dhe të nxitonte drejt autobusit. Atëherë ai e kuptoi se nuk mund të qëndronte më vetëm duke vëzhguar. Prindërit e tij kishin nevojë për të dhe këtë herë ai nuk do të dështonte. Marcelo vrapoi pas autobusit, por nuk e arriti. Pa nënën të zhdukej pas xhamit, duke mbajtur mbi supe gjithë dinjitetin e një familjeje që ai kishte lënduar. Por tani ai e dinte ku banonin dhe e dinte se gjendja e babait ishte shumë më e rëndë nga sa mendonte. Ajo që do të gjente në atë shtëpi do t'i ndryshonte përgjithmonë këndvështrimin për sherrin e vjetër. Kur arriti, shtëpia e fëmijërisë ishte e rënuar. Boja e zhveshur, porta e ndryshkur, kopshti i braktisur. Brenda dëgjoi zërin e nënës që lutej dhe zërin e babait që kollitej me gjah. Ai trokiti me forcë. Mami, babi, hapni. Kur dera u qel, nëna e tij u drodh. Marcelo çfarë bën këtu? Ai hyri dhe pa baban të shtrirë, të dobët, me një peshir me njolla gjaku pranë. U gjunjëzua dhe i mori dorën. Pse nuk më thatë? Pse vuajtët vetëm? Baba i buzëqeshi me vështirësi. Sepse nuk donim të ishim barë në jetën tënde. Ne të rritëm për të fluturuar, jo për të lidhur pas nesh. Një fqinje hyri dhe, e revoltuar, tha të vërtetat që askush nuk guxonte t'i thoshte. Se ata shisnin Brigadeiro, se nëna qante çdo natë, se prindërit e mbronin djalin edhe në varfëri. Fjalët e saj e goditën Marcelon si grushte. Kur ajo u largua, shtëpia u mbush me heshtje. Babai e thiri pranë. A je i zemëruar me ne? Jo, baba, jam i zemëruar me veten. Ne e dinim se do të ktheheshe kur të ishe gati. Nëna vendosi dorën mbi shpatullën e tij. Në atë çast, Marcelo mori një vendim. Ju do të vini të jetoni me mua sot. Nuk do të diskutojmë.
Ju më mësuat dinjitetin, sakrificën dhe dashurin pa kushte. Nuk do t'ju lë më kur vetëm. Ai u gjunjëzua para tyre. Nuk po kërkoj falje. Po kërkoj të më lejoni të përpiqem ta meritoj dashurinë tuaj. Babai dhe nëna e pan njëri tjetrin dhe në sytë e tyre ishte i njëjti shikim që kishte parë gjithmonë kur ishte fëmijë, dashuri pa kufi. Babai buzëqeshi dhe tha me zë të dobët, mirë, birë. Por me një kusht, do të durosh nënën të bëj brigadeiro çdo ditë. Ata qeshën së bashku, për herë të parë pas shumë vitesh. Por ajo që nuk dinin ishte se fqinja kishte dëgjuar gjithçka nga jashtë dhe kishte një ide. Të nesërmen në mëngjes, ajo telefonoi radion lokale dhe tregoi historinë e çiftit të moshuar që shiste ëmbëlsira për të ruajtur dinjitetin dhe për të mos qenë barë për djalin e tyre të suksesshëm. Historia u përhap me shpejtësi nëpër qytet dhe preku zemrat e të gjithëve. Ndërsa Marcelo ishte në spital duke bërë analizat për baban, telefoni i tij nuk pushonte së rëni. Njerëzit kërkonin të dinin kush ishte djali i atij çifti të ndershëm. Ai anuloi gjithçka dhe u kthye në shtëpinë e prindërve, ku tashmë ishte mbledhur një turm njerëzish, jo për t'i gjykuar, por për t'i nderuar. Dhe për herë të parë në jetën e tij, Marcelo e kuptoi se pasuria më e madhe që kishte nuk ishin paratë, as fama, por dy prindër që e kishin dashur edhe kur ai i kishte lënduar. Dy njerëz që kishin mbrojtur dinjitetin dhe dashurinë deri në frymën e fundit. Përpara shtëpisë kishte makina, njerëz me lule, dhurata dhe gazetar. I gjithë lagja ishte mbledhur aty. Zonja Esperança qëndronte në derë, dukshëm e turpëruar. Ju falenderojmë, por nuk kemi nevojë për asgjë, tha ajo me zë të dridhur. Një reporter e bërtiti, a është e vërtet që zonja ka një djalë biznesmen që kur nuk i ka ndihmuar? Marcelo pa nënën e tij të zbehej. Ajo vështroi turmën, pastaj kamerat dhe foli me zë që i dridhej, djali im është një njeri i mirë. Ai nuk e dinte që po kalonim vështirësi, sepse ne nuk donim t'ia tregonim. Po pse, zonjë? Pse? Zonja Esperança mori frym thellë. Sepse kur e do dikme të vërtet, nuk do të jesh barë në jetën e tij. Kjo përgjigje e la turmën pa fjalë. Disa njerëz filluan të qanin. Pikërisht atëherë, Marcelo zbriti nga makina. Një murmurim u përhap menjëherë. Kush është ky? Ka makinë luksoze, duhet të jetë dikush i rëndësishëm. Marcelo u drejtua nga shtëpia, por gazetarët e ndaluan. Zotëri, a e njihni këtë familje? Ai u ndal, pa turmën dhe pastaj nënën e tij, e cila e shikonte me sy të mbushur me frikë. Po, tha ai me zë të fortë. I njoh. Çfarë mendoni për këtë situatë? Marcelo gëlltiti me vështirësi. E dinte se çdo fjalë e tij do të dëgjohej nga i gjithë qyteti. Mendoj, ndaloj për një çast se këta janë dy njerëzit më të jashtëzakonshëm që kam njohur ndonjëherë në jetën time. Turma heshti duke pritur. Këta dy njerëz, vazhdoi Marcelo duke parë drejt kamerave, rritën një djalë që u bë sipërmarrës. Dhe e dini cili ishte mësimi më i madh që i dhan atij? Se dinjiteti vlen më shumë se paratë. Se puna e ndershme vlen më shumë se lëmosha. Se dashuria e vërtet nuk ka çmim. Zonja Esperança qante në derë duke mbuluar fytyrën me duar. Dhe e dini cila është ironia, vazhdoi Marcelo me zë të dridhur. Ai djalë kaloi vite duke menduar se ishte më i mirë se prindërit e tij, derisa kuptoi se kur nuk ishte afruar dinjitetit të dashurisë që ata i kishin dhënë. Reporteria këmbënguli, por kush jeni ju, zotëri? Si njihni këta njerëz? Marcelo pa nënën e tij, e cila i bëri shenjë të mos fliste. Edhe në atë çast, ajo donte ta mbronte. Unë jam Marcelo, tha ai. Unë jam djali i tyre. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Kamerat shkrepnin, njerëzit pëshpërisnin dhe zonja Esperança nxori një pëshertim të thellë. Po, jam unë, vazhdoi Marcelo. Dhe për shumë kohë kam qenë djali më i keq në botë. Pyetjet shpërthyen, pse nuk i kishte ndihmuar, pse ata shisnin ëmbëlsira, pse nuk ishte kthyer më parë. Marcelo u kthye edhe një herë nga kamerat. Sepse isha frikacak. Sepse kisha turp nga thjeshtësia e tyre. Sepse mendova se suksesi financiar ishte më i rëndësishëm se dashuria familjare. Por e vërteta është kjo, prindërit e mi nuk kishin nevojë për mua. Unë gjithmonë kam pasur nevojë për ta dhe më mori shumë kohë për ta kuptuar. Ai u ngjit shkallëve drejt shtëpisë, ku nëna e priste. Bir, pëshpëriti ajo, pse e bëre këtë? Tani të gjithë do të dinë.
Marcelo e përqafoi para të gjithëve. Nëna, reputacioni im nuk vlen asgjë. Të kem ju si prindër është e vetmja gjë që ka vlerë. Turma shpërtheu në duar trokitje. Pastaj nga brenda doli baba i tij, i dobët, i mbështetur në një baston të improvizuar, i veshur me rrobat më të mira që kishte. Kur njerëzit e pan, u bë heshtje e plodh. Ai ju afrua Marcelos. Bir, tha me zë të butë. Marcelo e përqafoi. Ishte përqafimi që kishim pritur për kaq gjallë. Më fal, çau Marcelo. Ti u ktheve, ju përgjigj babai. Kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Pastaj ai u kthye nga turma, ju falenderojmë për gjithçka, por tani na lini vetëm. Familja është ribashkuar dhe kjo është diçka që festohet në shtëpi. Kur njerëzit filluan të largoheshin, dikush bërtiti, a doni të blejmë ëmbëlsira? Babai buzëqeshi, jo, tani janë vetëm për familjen. Kur mbetën vetëm, u ulën në kuzhinën e vogël dhe hëngrën një darkë të thjeshtë. Për Marcelon, ajo ishte vakti më i mirë i jetës së tij. Atëherë babai nxori një dosje të vjetër plot me artikuj, foto dhe lajme për sukseset e djalit. Ne i ruajtëm të gjitha, tha ai. Por pse nuk erdhët kur, pyeti Marcelo. Sepse ti na kërkove kohë, u përgjigj babai me qetësi. Dhe një premtim ndaj një fëmije është i shenjtë. Marcelo qau. Po sikur të mos isha kthyer kur? Atëherë do të kishim vdekur të lumtur, tha babai. Sepse do të dinim që rritëm një djalë të guximshëm. Në atë çast trokiti dikush në derë. Ishte Helena, sekretarja e Marcelos, me sytë e skuqur nga lotët. Duhet t'ju tregoj diçka për letrat e nënës suaj, tha ajo me zë të dridhur. Ato nuk erdhën vetëm një herë. Kan ardhur shumë herë prej vitesh. Përpara shtëpisë ishin mbledhur makina, njerëz me lule, dhurata dhe gazetar. I gjithë lagja ishte aty. Zonja Esperança qëndronte në derë, dukshëm e turpëruar. Ju falenderojmë, por nuk kemi nevojë për asgjë, tha ajo me zë të dridhur. Një reportere pyeti me zë të lartë, a është e vërtetë që zonja ka një djalë biznesmen që kur nuk i ka ndihmuar? Marcelo pa nënën e tij të zbehej. Ajo vështroi turmën, kamerat dhe u përgjigj me zë që i dridhej, djali im është një njeri i mirë. Ai nuk e dinte që po kalonim vështirësi, sepse ne nuk donim t'ia tregonim. Po pse, zonjë? Ajo mori frym thellë. Sepse kur e do dik me të vërtet, nuk do të jesh barë në jetën e tij. Turma u shtang. Disa njerëz filluan të qanin. Pikërisht atëherë, Marcelo zbriti nga makina. Një murmurim u përhap, kush ishte ai, pse kishte ardhur me makinë luksoze. Gazetarët e ndaluan. A e njihni këtë familje? Po, tha Marcelo me zë të vendosur. Çfarë mendoni për këtë histori? Ai pa drejt kamerave. Mendoj se këta janë dy njerëzit më të jashtëzakonshëm që kam njohur në jetën time. Ata më mësuan se dinjiteti vlen më shumë se parat, se puna e ndershme vlen më shumë se lëmosha dhe se dashuria e vërtet nuk ka çmim. Pastaj shtoi, ironia është se djali që rritën kaloi vite duke menduar se ishte më i mirë se ata, derisa kuptoi se kur nuk ishte i denjë për dashurinë që mori. Reporteria këmbënguli, kush jeni ju? Marcelo pa nënën që i lutej me sy të mos fliste, por ai tha, unë jam djali i tyre. Heshtja ishte e plodhë. Pastaj ai vazhdoi, dhe për shumë kohë kam qenë djali më i keq në botë. Pyetjet shpërthyen, por ai u kthye drejt shtëpisë, përqafoi nënën dhe tha, reputacioni im nuk vlen asgjë. Të kem ju si prindër është pasuria ime e vetme. Turma duar trokiti. Babai doli nga brenda, i dobët, por i veshur me rrobat më të mira. Ai e përqafoi djalin. Ti u ktheve, tha me zë të butë. Pastaj ju drejtua njerëzve, ju falenderojmë, por tani na lini vetëm. Familja është ribashkuar dhe kjo festohet në shtëpi. Kur u ulën të tre në kuzhinë, hëngrën një darkë të thjeshtë. Për Marcelon, ajo ishte më e shishmja e jetës. Babai nxori një dosje të vjetër me artikuj dhe fotografi për sukseset e djalit. I kemi ruajtur të gjitha, tha ai. Marcelo u emocionua. Pse nuk erdhët kur? Sepse ti na kërkove kohë, u përgjigj babai. Dhe një premtim ndaj një fëmije është i shenjtë. Në atë çast trokiti Helena. Ajo tregoi se shumë letra të nënës ishin mbajtur dhe nuk i kishin shkuar kur Marcelos. Prindërit në vend që të zemëroheshin e përqafuan dhe e falën.
Marcelo kuptoi se në zemrat e tyre nuk kishte vend për urrëtie, vetëm për dashuri. Babai e pyeti, je kthyer nga faji apo nga dashuria? Marcelo u përgjigj, u ktheva sepse dua të mësoj të jem i denjë për dashurinë tuaj. Kur u hap dera, gjetën një kuti plot me letra dhe mesazhe nga njerëz që ishin pajtuar me familjet e tyre fal historisë së tyre. Një video tregonte fëmijë, prindër dhe të moshuar që fal tyre kishin gjetur guximin të kërkonin falje dhe të përqafoheshin sërish. Pastaj erdhi një ftesë zyrtare për t'i nderuar si shembull të bashkimit familjar. Por nëna tha, medalja jon është të kemi djalin ton përsëri. Marcelo u gjunjëzua para tyre dhe propozoi të krijonin një nismë për të ndihmuar familje të tjera të pajtoheshin. Ai donte që prindërit e tij të ishin udhërrëfyes, sepse ata dinin çfarë ishte dashuria e vërtetë. Ata pranuan dhe vendosën ta quajnë këtë nismë Brigadeiro i Zemrës, sepse nga një ëmbëlsirë thjesht kishte lindur një mision i madh, të ushqente zemrat e njerëzve me falje dhe pajtim. Me kalimin e kohës, historia e tyre u përhap në gjithë vendin. Familje të ndara u ribashkuan, prindër dhe fëmijë u përqafuan pas vitesh heshtjeje, të moshuar në spitale dhe azile nuk u ndjen më vetëm. Në një sallë të madhe, përpara mijëra njerëzve, Marcelo dhe prindërit e tij treguan historinë e tyre. Babai tha, mendova se kisha humbur një djalë, por fitova një familje të tërë. Nëna shtoi, ëmbëlsirat që bëja për një person tani ushqejnë zemrat e një kombi. Marcelo përfundoi, mësova se nuk ka familje perfekte, por ka familje që zgjedhin të duan dhe të falin. Mësova se nuk është kur vonë për t'u kthyer në shtëpi, sepse dashuria e vërtet nuk skadon kurrë. Atë natë, njerëzit në gjithë vendin telefonuan prindërit, fëmijët dhe vëllezërit e motrat e tyre. Spitalet dhe azilet u mbushën me vizita. Familjet u ulën rreth tryezave të thjeshta, ndan ëmbëlsira dhe kuptuan se pasuria më e madhe nuk janë paratë, por dashuria që i mban të bashkuar. Dhe Marcelo, duke ngrënë brigadeiron e bërë nga duart e nënës së tij, e dinte se ishte njeriu më i pasur në botë.